Ndërsa presidenti amerikan Donald Trump rriti në Pekin për një samit 3 ditor që do të përfundojë të premten, vetë simbolika mbart një rëndësi të konsiderueshme. Kjo është vizita parashtetërore në Kinë nga një president amerikan në detyrë që nga udhëtimi më parshëm i Trump në vitin 2017, gati 9 vite më parë. Sfondi gjeopolitik i kësaj vizite është dukshëm më i paqëndrueshëm se sa ishte në atë kohë. Lufta e Iranit ka trezuar tregjet globale të energjisë, ka ndërprer rrugët e transportit detar dhe rigjallëruar shqetësimet për një përshkallëzim më të gjerë rajonal. Ndërkohë Kina është përpjekur të pozicionohet si një burim vazhdimësie ekonomike dhe stabiliteti diplomatik, duke forcuar lidhje tregtare në të gjithë Azinë Juglindore, Gjirin Persik dhe pjesë të Afrikës dhe Amerikës Latine. Strategjia amerikane ka rivendosur supremacinë ushtarake dhe ekonomike në rajon me qëllimin e qartë të zbutjes së ndikimit kinez dhe sigurimit të zinxhirëve kritik të furnizimit. Për shembull, Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë aktualisht në një mosmarrëveshje të ashpër për kontrollin e portit në kanalin e Panamas. Që nga vizita e Trump në Kinë në vitin 2017, Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar të udhëheqin ekonominë globale, sipas parashikimeve të fundit të FMN-s të publikuara në prill. Prodhimi brendshëm nominal në Shtetet e Bashkuara pritet të kalojë $30 trilion në vitin 2026, krahasuar me afërsisht $20 trilion për Kinën, që përfaqësojnë përkatësisht rreth 25 dhe 17% të ekonomisë globale. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë zënë 2 vendet e para në renditjen e prodhimit të brendshëm bruto nominal për më shumë se një dekadë, por ndeku ndonse i madh po ngushtohet gradualisht, ndërsa Kina rritet më shpejt. Ekonomia kineze po rritet me 2 fishin e ritmit të rivalit të saj amerikan dhe dukshëm mbi ritmin global. Megjithatë, standardet e jetesës midis 2 vendeve mbeten thellësisht të ndryshme. Parashikimet e FMN-s vendosin prodhimin e brendshëm bruto për frym në Shtetet e Bashkuara në vitin 2026 në mbi $94,000, ndërsa të Kinës në afër $15,000 dhe atë botror pothuajse $16,000. Tensionet tregtare mbeten qendrore në marrëdhënie dypalshe, pavarësisht disa raundeve negociatash gjatë vitit të kaluar, edhe pse të 2 vendet lehtësuan disa tarifa dhe kufizime eksporti në fund të vitit 2025. Mosmarrëveshjet vazhdojnë mbi gjysmëpërçuesit, automjetet elektrike, inteligjencën artificiale dhe aksesin në minerale kritike. Bazuar në të dhënat nga administrata shtetërore kineze e këmbimit valutor, rezervat valutore të Kinës mbeten më të mëdha në botë me më shumë se $3.2 trilion. Këto fonde u ofrojnë politik bërësve kapacitete të konsiderueshme për të menaxhuar paqëndrueshmërinë financiare dhe mbështetur juanin kinez. Shtetet e Bashkuara mbajnë rezerva relativisht më të vogla, por vijojnë të përfitojnë nga dominimi global i dollarit, i cili mbetet monedha kryesore e përdorur në tregtinë ndërkombëtare dhe rezervat e Bankës Qendrore. Inteligjenca artificiale dhe shpenzimet ushtarake janë bërë fush betejë qendrore. Konkurrenca ekonomike midis Washingtonit dhe Pekinit është gjithnjë më pandalshme nga rivaliteti ushtarak dhe teknologjik. 3 shpenzuesit kryesorë ushtarak në botë mbeten përkatësisht Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Rusia, dhe së bashku ato përbëjnë 51% të totalit global. Teknologjia, përkatësisht inteligjenca artificiale, është shfaqur ndoshta si arena përcaktuese e konkurrencës. Shtetet e Bashkuara ruajnë pikat e forta kryesore në projektimin e çipave të avancuar, hapësirën ajrore, software-in dhe kapacitetin kërkimor, ndërkohë Kina ka ndërtuar pozita dominuese në bateritë automjeteve elektrike, infrastrukturën e energjisë rinovueshme, pajisjet e telekomunikacionit dhe prodhimin industrial. Kompanitë kineze tani përbëjnë më shumë se 90% të kapacitetit global të prodhimit të energjisë diellore fotovoltaike dhe mbi 70% të tregut global të baterive për automjete. Këta sektor shihen nga Pekini si strategjikisht të rëndësishëm për ndikimin ekonomik në të ardhmen. Prandaj vizita e Donald Trump ka të ngjarë të gjykohet më pak nga marrëveshjet e menjëhershme, sesa nga fakti nëse ajo ndihmon në parandalimin e përkeqësimit të mëtejshëm të marrëdhënieve midis 2 fuqive, rivalitetit të cilave gjithnjë më shumë formoson tregtinë, investimet dhe sigurinë globale. Për Pekinin, samiti ofron një mundësi për të projektuar besim dhe stabilitet në mes të pasigurisë më të gjerë ndërkombëtare. Për Washingtonin është një provë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të vazhdojnë të formosojnë rregullat ekonomike dhe strategjike të një bote gjithnjë më shumë polare.